Mbledhja e konferencës së kryetarëve mes opozitës dhe mazhorancës është shoqëruar me debatet forta mes palëve ditën e sotme. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi ka debatuar me kryetarin e Kuvendit Niko Peleshi për shkak të mbylljes së seancës së 9 tetorit, ku opozita në blok po kërkonte dorëheqjen e dy ministrave Albana Koçiu dhe Besfort Lamallari pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Bardhi i tha Peleshit se nuk mund të mbyll seancën se deputetët e opozitës po flisnin. Mëtej Bardhi ironizoi socialistët kur tha se në kuvend ka deputet që e marrin forcën nga krimi i organizuar, por opozita nuk merr urdhra nga krimi. Ajo çfarë keni bërë me seancën e fundit të shkeljes rregullores dhe kushtetutës, po e citoj këtu. Kërkoi ndërprerjen e seancës për shkak se po merrej fjala për procedurë, tha ai. Sipas Bardhit, kuvendi drejtohet nga kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla. Madje në një moment gjatë debatit, Bardhi u drejtua Peleshit me fjalët: "Nëse ju zoti Niko Peleshi nuk e mbani dot atë karrike, lirojani kryetarit grupit që e keni aty me votat e krimit të organizuar." Të njëjtin qëndrim mbajti edhe deputeti Agron Gjekmarkaj, që ju drejtua Peleshit duke i thënë se qarkullojnë fjalë se Balla doja zër vendin për 6 muaj. Kreu i grupit parlamentar socialist nga ana tjetër kërkoi nga kolegët e opozitës që mos t'u shtrembrojnë fjalët dhe të fokusohen në çështjet për diskutim. Ndërkohë, diskutimet në konferencë vijojnë lidhur me dy komisionet e posaçme, ato për reformën zgjedhore dhe për ndarjen territoriale. Kryetari demokrat Sali Berisha ka deklaruar se do të marrë pjesë në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore, por jo pa prezencën e ndërkombëtarëve.